O ti burr, a e vepron këtë? O ti burr, të drejtohem vetëm se ty. Gruaja është me ndjenja të buta dhe në shpirt është e ndjeshme. Posedon aq dashuri sa që nëse u shpërndahet zemrave të burrave do t'ju mjaftonte. Krijesë të cilën Allahu e krijoi të bukur dhe të ëmbël dhe të dashur, të cilën e krijoi vetëm se për ty. Po paramendoj këtë, Allahu grua nuk e krijoi vetëm se për ty, o birri i Ademit. Ka raste kur gruaja kalon nëpër periudha të dobësisë dhe ndryshon me ndryshimin e kohës dhe vendit. Ka mundësi të ndikohet nga ajo që e godet nga pikëllimi, mërzia apo mallëngjimi dhe të hulumtoj pas kënaqësisë dhe pas gjoksit në të cilin do të ngushëllohet. Kthehet në të majtë e në të djathtë dhe nuk e gjen askënd përveç teje, o ti burr. Ajo nga ti do që ta ringjallësh dhe t'i japësh fuqi që të vazhdojë të dhurojë dhe të shkëlqejë. Nganjëherë nga ajo rrjedhin lot, dhe mirë ti nëse ato lot i pret me qeshje dhe me tallje. Mirë për ty nëse thua se ato lot të saj janë lot krokodili. Mirë për ty dhe mirë për ty të pretendosh se është mashtrim apo trillim. Ato lot janë lot të sinqerta. Me to del dhembja e saj, me to del dashuria e saj dhe me to del fisnikëria e saj. Mirë për ty të bien ato lot nga syri i saj, e ti të mos lëvizësh. Mirë për ty dhe mirë për ty. Mos luaj me ndjenjat e saj, apo të pakososh nga dhembjet e saj, apo të largohesh nga pikëllimi i syve të saj. Mirë për ty ta lash me lotët e saj e ti të mos të qash me të, qoftë ajo me puthje apo me përqafim, apo me fjalë që ja kthejnë asaj rahatinë. Bëje që ajo të shtrihet mbi kreharorin tënd, derisa ti mjaftojë dhe derisa të buzëqesh dhe derisa të ndjihet si femër. Mirë për ty nëse ajo shtrin dorën e saj ta prek gjoksin tënd dhe ty nuk të gjen. Në këtë rast dhe vetëm se këtu bëhet njeriu më i mirë, këtu bëhet burri më i mrekullueshëm. Mirë për ty nëse këtu nuk e gjen ndjenjat e tua. Mirë për ty nëse këtu nuk e gjen të shtrira duart e tua. Mirë për ty nëse nuk të gjen ty në këtë rast. Mirë për ty nëse ajo i rikujton lotët e saj dhe të qeshurin tënd, dhembjen e saj dhe kryelartësinë tënde dhe dobësinë e saj dhe talljen tënde. Mirë për ty nëse ajo nuk të konsideron asgjë. Ti sa do të përpiqesh pas kësaj, ti je asgjë. A dëshiron të jesh në jetën e gruas asgjë? Mirë për ty të veprosh kështu dhe të shkon burrëria jote. O ti burr, kjo krijesë nuk ka askënd pas Allahut përveç teje. Të lutem, mos e nënshmo, ajo është gruaja jote.